E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na e bani nasib me e prit këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit. Edhe bashkarisht me e ninu këtë periudhë të begatë të vitit. Falenderojmë Allahun azza wa jall që na bani prej pasuesve të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam. Në hadithet e të cilit ka me 10 porosi dhe udhëzime që na tregojnë për madhështinë e këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit. Ka një ngjarje të cilën du me e ndason dhe me ju. Dhe nëpërmjet saj me hedh dritë rreth disa mesazheve që na interesojnë të gjithëve, edhe në lidhje me muajin e mallnueshëm të Ramazanit, por edhe për te muajit të mallnueshëm të Ramazanit. Ne nuk jemi as adhurues të Ramazanit, as adhurues të natës së Kadrit, por jemi adhurues të Allahut azza wa jall. Dhe sado që njeriu është korrekt me Zotin e tij, edhe është korrekt me besimin e tij, çdo ditë dhe çdo natë e tij është ditë dhe natë Kadri. Çdo ditë e tij është ditë Arafatit, e çdo natë e tij është natë Arafatit. Tregohet se një ndërtues i njoftun në një prej firmave me famë për ndërtimin e gradaqelave, ndërtesave, vilave të ndryshme, pasi kishte plotësuar moshën e punës, vendosi që të kërkonte dorëheqjen, të largohej nga firma, do të thënë të delte në pension, boll. Tha me vete, boll kam punuar edhe mjafton me kaq. Edhe e bani një letër ku e falenderonte firmën, edhe e falenderonte pronarin, edhe kërkonte që me kalimin e këtij muaji, si të thush, me përfundimin e tij, unë jap dorëheqjen edhe ndahem nga bashkëpunimi për arsye të moshës edhe daljes në pension. Pronari i tha që do e pranoj kërkesën tënde me një kusht. Cili ishte kushti? I tha të bash edhe një punë të fundit. Edhe i dha një projekt, një vilë të bukur, edhe të tasosesh edhe këtë, edhe pastaj je i lirë edhe ti në punë tënde, unë punë time, edhe Zoti e pranoft nga gjithë secili prej nesh me shumë falënderim edhe mirënjohje. Thot ky zotnia, nga dëshira për ta sos dhe për të skapulluar nga krejt puna, nisi edhe e punoi atë vilën. Mirë, po nuk e bani ashtu siç duhet. Nuk ja dha hakun në ndërtim. Edhe la shumë gjana jo si duhet, jo në nivelin e mjeshtrisë së tij. Edhe e përfundoi punën me një kohë rekord, edhe erdhi tek pronari dhe i tha, ja ku i ke çelësat e vilës edhe unë e përfundova punën time. Pronari në mesin e krejt stafit, që do ta falenderonin, i tha, ne jemi shumë mirënjohës për punën që ke bërë deri më sot. Ti ke qenë edhe je mjeshtri më me famë që ne kemi pas, edhe puna e fundit ishte, si të thush, një dëshirë e jona, që me e shpërblu punën tënde, dhe këto çelësat nuk janë tonat, po janë tujat. Kjo është dhurata e jonë për ty. Kjo është dhurata e jonë për ty. Si do të ishte njëjë? Dhe patjetër që një zhgënjim i madh e kaploi, mirë po ai nuk mund të tregonte se çfarë kishte bë. E në fakt ajo që do të ishte kryevepra e tij, në fakt ishte zhgënjimi më i madh i jetës së tij. Kështu të dashur edhe të shtrejt, mendoni për pak sikur të gjitha adhurimet ditore që ne ja kryejm pronarit të kësaj gjithësie, edhe Zotit të saj, në ditën e gjykimit do të na thuhet se këto në fakt janë për ju. Se Allah azza wa jall nuk ka nevojë për ato. Ka dy gjana. Allahu azza wa jall na ka kriju për ta adhuruar atë. Mirë, por në fakt Allahu nuk ka nevojë për adhurimin tonë. Dhe mos sikur ti atë punë që e ke bë, namazin ton, adhurimet tuaja në përgjithësi, me i bë si ky mjeshtri me pronarin e tij, si veprën e tij të fundit. A nuk na thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Laysa kullu musallin yusalli." Jo çdo njeri që e fal namazin, në fakt e ka fal namazin. A nuk na thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se men lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi, ai që nuk heq dorë nga gënjeshtra, nga mashtrimi, dhe të punuarit me të. Ta di se Allahu nuk ka nevojë për urinë dhe etjen e tij. Që do thotë se nëse ti ke agjëruar tan ditën, nëse dikush ka agjëruar tan ditën larg nesh, dhe ka gënjy, ka mashtru, ka bë hile, ka bë 1000 zeza, çe i vlen agjërim. Po nga ana formale, po ai ka qëndruar pa hangër dhe pa pi. Dhe formalisht po të pyesim cilin do prej hoxhallarëve nga ana formale thotë po ky ka agjëruar, ky nuk e ka prish agjërimin. Mirë, po në fjalorin e pejgamberit alayhi salatu wasalam
agjërimi i tij është nul. Mendon një person i cili e jep zakatin edhe mburret me të. Un kam dhënë, un kam ba, aty sa kam dhënë un, kujt i kam dhënë un, edhe përmend edhe listën e aty në që i ka dhënë. Ai në fakt e ka dhënë. Mirë po, a është ky qëllimi i zakatit? Jo. Imagjino një person i cili ka bë haxhin, edhe Allahu subhanahu wa taala na thot në Kur'anin famulart që nuk ka grindje, debate, kacafytje në haxh. Edhe ai gjatë gjithë kohës grindet me këtë, grindet me atë, bën zhurmë me këtë, bën zhurmë me atë. Ai nga ana formale e ka kry haxhin. Mirë po realisht ai nuk është haxh. Ishim një herë në një prej periudhave të fundit të prag Arafatit. Domethënë 2-3 ditët e fundit para Arafatit, të gjitha mjetet e televizjes, kam fjalën, autobusat në veçanti ndërpriten nga dyndja e njerëzve. Të vetmet mjetet që qarkullojnë në Mekë janë taksit. Edhe taksistët, duke e ditë këtë, abuzojnë me çmimet. Nëse me shku nga hoteli deri në haremin e Qabes së Madhnueshme në një ditë të zakonshme mund të kushtojnë 5 rial, 10 rial, 20 rial. Kur vjen kjo periudha e 3-4 ditëve të fundit, të bën ty 100 rial për njëri. Mund të bëjnë 400 rial ajo taksia. Tamam? Edhe njerëzit bahen 3-4 vet, 5 vet, 6 vet, edhe futen ashtu dhe paguajnë diçka më pak. Një herë po shkonim me një mikro të vogël, me një 6 vendshë nëse nuk gaboj, atë nuk e di. Edhe në mikro me ne ishin edhe dy tjerë, 2 haxhit të tjerë nga një vend i caktuar i botës, shansi ka. Edhe gjatë gjithë kohës i thoshin shoferit që ishte një plak i mushuar dhe shumë i respektuar. I thoshin, si thosh, 40, jo i thoshte ai, 60. Ai pra 40. 60 i thotë. Ai thotë ky tjetër 40. 60, 40. I tha ky, o djem, ju a keni ardhur me bahaj, a keni ardhur me bë debat. Dhe i kujtoi atyne ajetin kuranor. Nuk ka debat në haxh. I tha, nëse keni dëshirë, uleni edhe mos paguni as lek. Por mos e prishni haxhin tuaj për 20 rial. Tamam, 20 rial sa janë? 20 pjesë për 4, 5000 lekë. E mos e prish për haxhin për 5000 lekësh? Njësoj si që themi dikujt që merret me ato çfarë ndalohen në Ramazan, i themi, jo, mos e prish për Ramazanin për i fjalë gojet, mos e prish Ramazanin. Fe imagjino nesër ditën e gjykimit kur të dalim përpara Allahu subhanahu wa taala. Dhe shpresojmë që Zoti i gjithësisë më na e pranu çdo vepër të mirë që kemi bërë, mirë po sa e kemi realizuar si duhet? Nuk i dihet. Një prej dietarëve të mëdhenj të shekujve të kaluam, Sheikh Ibn Taymije, thotë që njeriu nga namazi i tij nuk ka përfituar përveç se atij moment ose aty në momenteve në të cilat realisht ka qenë me Allahun azza wa jalla në namazin e tij. E për sa herë lidhemi në namaz dhe dikush thotë, ja kam fal 3 apo kam fal 4 rekate? Valla nuk e di, kam fal 4 kam fal 5. A e kam kënu Fatihan ose kam kënu Fatihan? Ore pse ku ki kem? Ku ki kem? Në sa të zgjat ty ai namazi ditor, ato 4 rekate, sa zgjasin? As 4 minuta. Ma pak se 1 minutë është 1 rekat. Ma pak se 4 minuta je i pa aftë me u përqendruar në marrëdhënie me Zotin tënd. Edhe kështu thuj për krejt adhurimet e tjera që pasojnë edhe me cilat ne i drejtohemi Zotit tonë të gjithësisë. Kështu të dashur të shtrenjtë, në përfundim të kësaj këshille, unë i lutem Allahut azza wa jall që për veten time, edhe ne jemi pasqyrë njëri tjetrit. Dhe më thënë, ajo këshill që unë ja drejtoj vëllezërve të mi, në fakt është si me pa veten në pasqyrë. As nuk e shef dikush vetin në mesin tonë se është më nalta dikush më poshtë, jo. Jemi të gjithë të barabartë. Mirë po duam edhe shpresojmë që Allah subhanahu wa taala më na udhëzoj drejt më të mirës. Ka 2 modele namazit, edhe me këtë e përfundoj. Ka 2 modele namazit në Kur'anin famullar. Modeli i parë, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Ata të cilët e ruajnë me përpikëri namazin e tyre, pra ja japin hakun edhe respektojnë kohën edhe me shpresin marr namazi, e shijojnë namazin. Kush janë këta? Besimtarët e shpëtuar. Qad aflaha almu'minun. Kan triumfuar dhe kanë fituar, thotë Allahu azza wa jall, besimtarët. Ndër të tjera, edhe kategoria e atyre që interesohen për namazin e tyre, kohën e tij, realizimin e tij të plot, shijimin e tij, dëshmimin e tij në jetën e përditshme, domethënë të veshurit me edukatën dhe moralin e namazit. Iku kjo. Modeli i dytë,
Në tregon Allahu subhanahu wa taala për Hazreti Jakubin alayhis salam dhe djemtë e tij. Pejgamber ka pas për tyne. Edhe thotë që ata ishin besimtar. Pastaj fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata. Pastaj erdhen disa të tjerë prej tyre, pra nipa pejgamberësh, të cilët e humbën namazin, adaa'u as-salata. E humbën namazin, jo e lanë namazin. E humbën namazin. Adaa'u. E humbën, e tretën. O, ku është, e kam humbë, se kam. Jo e lanë namazin, kujdes. Domethënë, ndoshta e kanë falë namazin, por nuk ka kenë namazi i Kur'anit. O të ba'u shahawat, edhe ndoqen epshet e tyne. Devijun nga udhëzimi i namazit, që e ndalon njeriu, e frenon nga veprimet e pështira, nga ndalesat, nga mëkruhatet, nga haramet, ata thot e humbën namazin. Pra humbën thelbin e namazit, dhe ndoqen epshet e tyne. Edhe ata do të kenë jetë të ngushtë dhe një jetë të ranë. Prandaj të dashur, për çdo adhurim që bëjmë me e ndërmend atë mjeshtrin e madh me pronarin e tij, edhe shembullin e besimtarëve në raport me namazin, edhe shembullin e disa prej stërnipave, katranipave të Hazreti Jakubit me namazin e tyre. Allahu na udhëzoj drejt më të mirës, e na i pranoft adhurimet tona me zemër të mirë. Krejt muajin e mandueshëm të Ramazanit, e natën e Kadrit, edhe fitër Bajramin që po vjen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.